Përshëndetje TikToku. Ritakohemi sërish pra me Honda NCS 750. Vërtet janë motora shumë të fortë, vërtet janë motora shumë të mirë, por edhe këto motora duan shërbimet e veta. Realisht nga pjesa e grupit nuk është se psojnë defekte, deri tani të paktën sa i kemi parë nuk është se kanë pësuar defekte. Nëse ju e ndroni vajin, përdorni vetëm vajin e Hondës dhe duhet ndruar vaj çdo 5000 km te këto motora dhe rekomandohen vetëm produkte origjinale të Hondës. Pra, Honda NCS viti 2014-2016, sot i erdhi radha për të bërë freksioni. Freksioni i këtij motori është në vaj me disje dhe me specidisje një lloj si freksioni makinës. Kjo është një video thjesht për kuriozitet, për shuajtur kuriozitetin tuaj dhe për të parë këta motora që janë kaq shumë të përfolur për të parë brendësinë e tyre. Pra, kjo është pjesa e brendshme e grupit, është pjesa e brendshme ku flen freksioni. Pra, shikojmë, këto janë disjet e motorit, disjet që janë konsumuar dhe janë djegur, këto janë specidisjet e motorit. Po shikoni pjesën e brendshme të aluminit, shikoni edhe konsumin këtu, vizat që janë bërë nga konsumi. Ndaj, duhet jeni shumë kujdesshëm se kush keni dhe gjithmonë t'ia bëni këtyre motorave shërbimet në kokë, sepse edhe këto motora që janë kaq fortë dhe kaq pavdekshëm kanë dhe këto momentet e veta dhe kilometrat e veta që duhen bërë shërbimet përkatëse. Faleminderit gjithëve.